Sipas Eurostat, kostoja e jetesës në Shqipëri është sa gjysma e nivelit mesatar të vendeve europiane, 51%, ndërkohë që me standardin e fuqisë blerëse dhe ardhurat për frym i ka vetëm 1/3 e mesatares së BE-s, 31%. E parafundit për nga varfëria, duke lënë pas vetëm Bosnjën, Shqipëria renditete e dyta pas Maqedonisë për çmimet më të lira, në një nivel me Bullgarinë. Zyra e BE-s për statistikat publikoi indekset e nivelit të çmimeve për mallat e konsumit dhe shërbimeve gjatë viteve 2011-2012 tek vendet atare dhe ato aspiruese të Unionit. Lista kryesohet nga Danimarka si vendi më i shtrenjtë me 142%, ndërsa vendi më i lirë Maqedonia me 45%, ku 100% konsiderohet mesatarja 27 vendeve të BE-s. Tregues më të ulët në Shqipëri vren për kategoritë hotele, restorante dhe alkoole duhan, respektivisht 42% dhe 50% e mesatares europiane. Buka, mishi, bulmeti, frutat e perimet si pijet jo alkolike rezultojnë më të shtrenjta. Pasi indeksi i çmimeve në vend është 70% e mesatares europiane, për veshjet 72%, por biçikleta e automjete personale 98%, ndërsa pajisjet elektronike 108%, pra mbi çmimet mesatare të Bashkimit Evropian.